Pak të analizohet në spermiogram? Atjere, ceka më herët që unë dojë paralelizoja me një pasyrë gjaku ose hemogram. Kjo është? Atjere po, ndërsa në aspektin e analizimit të spermës, përderisa në një hemogram ne analizojmë elementet e figuruara të gjakut, që nënkupton ruazat e kuqe të gjakut, ruazat e bardha të gjakut dhe plakzat e gjakut ose trombocitet, që na jep orientime kryesisht në pagjaksi ose anemi në disa grupe të tyre, po ashtu në inflamacione ose dhe infeksione kur kemi rritje të nivelit të leukociteve ose ruazave të bardha të gjakut dhe ndryshime komplet në formullë leukocitare. Doje bëja këtë paralelizim për të kuptuar, sepse është analiza e parë që startohet për të lëmtu ose për të pa çfarë ka organizmi jonë. Ndërsa në pjesën e analizimit të spermës, pra afërsisht është e njëjta gjë. Tu shifen 4-5 elemente kryesore.